Në zyrat qendrore të Partisë Socialiste në Fier u zhvillua një takim i rëndësishëm i organizuar nga Organizata Kombëtare për Dëshmorët e Lanç dhe dëshmorëve të tjerë të kombit. Fokusi i aktivitetit ishin investimet në infrastrukturë për lapidarët dhe mbështetja e vazhdueshme që i dedikohet kujtimit të dëshmorëve të atë dheut. Në këtë takim, pjesëmarrësit diskutuan gjithashtu për transparencën financiare të organizatës. U prezantua pasqyra e buxhetit si dhe objektivat për vitin aktual që kanë në qendër arritjen e përfshirjes së komunitetit dhe bashkëpunimin me institucionet vendore. Këshilli Bashkiak, në mbështetje të ligjit, të miratojë çdo vit në buxhetin e vet një fond të caktuar për mirëmbajtjen, ngritjen e buzëve, memorialeve, lapidarëve, si dhe një fond për botimin e librave që kanë të bëjnë me jetën veprimtarinë e dëshmorëve për ngjarjet e luftës antifashiste nacionale shqiptare në territorin e bashkisë. Koncerte me recitime e këngë nga nxënësit e shkollave kudo në Fier ka ndryshuar cilësinë e këtyre veprimtarive. Kalendari i veprimtarive në shkallë bashkie, njësish administrative, i miratuar në planin vjetor të organizatës, është kthyer në praktik pune dhe pronem. Spari, shtimi i radhave me anëtar të rinj, sidomos të moshave të reja, nxënës të shkollave të mesme, të organizatave në fshatin lagje të qytetit, si dhe bashkëpunimi me forumin rinor eurosocialist shqiptar në Fier. Deputeti Petro Koçi dhe prefekti i qarkut Fier Arben Çuko folën për sfidat që përjeton vendi, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së unitetit në kushtet e tensioneve të reja ndërkombëtare. Ata u ndalën dhe tek roli i organizatave për ruajtjen e identitetit kombëtar. Tona kombëtare, siç është ajo vlera e shenjtë e gjakut të dëshmorëve. Është një kohë kur shoqëria është aktualisht shumë e dhënë mbas përfitimit dhe shpeshherë vlerat rrinë të strukura dhe nuk janë protagoniste në mejdanin e shoqërisë, por te kjo organizatë, si dhe të organizata e veteranëve të Lançit, vlerat e shenjta janë kryefjala jo vetëm e tyre, por besoj dhe impaktit të këtyre organizatave në shoqëri. Jemi në kohën kur procesi i integrimit europian, por edhe në gjerë global, shpeshherë kërcënon vlerat autentike të trashëguara të një kombi si ky yni që është i vogël në kapacitete, duke filluar që nga anomali, po themi demografik, po deri edhe në të dhëna të tjera statistikore, sepse asimilimi i shoqëron proceset e integrimit në mënyrë të natyrshme. Dhe kur ne i drejtohemi këtyre vlerave, siç është gjaku i dëshmorëve, në fakt, ndër të tjera, edhe ruajmë fort identitetin ton kuqezi në një ambient me ngjyra pafund, ku ngjyrat e të tjerëve nganjëherë janë edhe më arrogante se sa tona. Desha të them që ai kom që nuk nderon të ranë, dëshmorë, herojnë e vetë, që kanë dhënë gjakun për çlirimin e atëdheut, ai kom shtërmor në historinë, ecën qorazi në të tashmen, dhe të ardhmen e ka të pasigurt. Në fakt, kjo nuk është për kombin tonë, për kombin shqiptar, sepse falë kësaj organizatë. Falë mbështetjes këmbguljes në ato kohë të erdha që përmendi Petro, këmbguljes vendosmërisë dhe të Partisë Socialiste, e cila qasjen ndaj vlerave dhe të vërtetës historike për luftën nacionale shqiptare e ka një nga shtyllat e qëndësisë së saj. Falë dhe mbështetjes pushtetit lokal dhe të qeverisë qendrore, ne vlerësojmë të shkurën, vlerësojmë gjakun e dëshmorëve dhe të herojve tanë, ecim me objektivat qarta dhe sy hapur drejt ardhmes në Bashkimin Evropian dhe të ardhmen e kemi të sigurt, sepse të ardhmen na e cimentoi gjaku
i dëshmorëve dhe herojve tanë. Në përfundim të takimit, Kryesia e Shoqatës në Tiranë ndau vlerësime për anëtarët më aktiv, duke njohur kontributin e organizatës në Fier. Mes të pranishmëve ishte edhe deputeti i sapo zgjedhur Ramion Kurti, i cili shpërndau çmime në një atmosferë vlerësimi dhe mirënjohjeje.